Andon, atëherë mund të themi se zyrtarisht ka rinisur procesi numërimit të votës së diasporës në Parkun Olimpik pas shumë shtyrjeje, pavarësisht se orari zyrtar i lajmëruar ishte ora 8:30 minuta, dhe tashmë është 10:30 minuta, pra 2 orë me vonesë. Po, pas disa thirrjeve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka rifilluar numërimi i votave të diasporës këtu në Parkun Olimpik, edhe pse duhet thënë me ritme shumë të ulta, pasi nga totali tavolinave vetëm një pjesë e vogël ka filluar numërimin, aty ku janë plotësuar numëruesit e 2 palëve politike. Megjithatë, nuk shohim ndonjë prezencë deri më tani të palëve politike këtu në Parkun Olimpik. Ishte vetëm pak një orë më parë ishte ministri Tauland Balla, i cili u paraqit Parkun Olimpik, por më pas u largua, ndërsa nuk shohim eksponent të tjerë të qoftë të Partisë Demokratike, qoftë të Partisë Socialiste, edhe pse në 24 orët e fundit më të zhurmshmit kanë qenë vëzhgues apo kryetar të partive opozitare, siç ishte rasti i djeshëm i Agron Shehajt. Megjithatë, nga totali i votave të diasporës, 1/3 më shumë se 1/4 apo afër 1/3 janë ato nga Greqia, të cilat ende mbeten të kyçura, mbeten të burgosura nga invendimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve pas një kërkese të Partisë Demokratike për të veçuar dhe për të mos u numëruar. Megjithatë, verdiktin final do e jap Komisioni i Ankesave dhe Sanksioneve në një rast negativ, në rast se ankesa e Partisë Socialiste rrëzohet, atëherë për një rezultat përfundimtar të votës së diasporës, ndoshta duhet të presim jo majin, por edhe muajin qershor, ndërsa në rast se kërkesa pranohet nga Komisioni i Ankesave dhe Sanksioneve, atëherë edhe votat nga Greqia, të cilat janë rreth 52.000, menjëherë do të futen në tavolinat e numërimit, pra do të çelen kutit dhe atëherë do të kemi së shpejti një rezultat edhe për diasporën, se si votoi ajo. Por si ka votuar diaspora, deri më tani kemi një pasqyrë të qartë. Partia Socialiste është në një epërsi të thellë ndaj Partisë Demokratike, ashtu si në rang kombëtar me votat e shqiptarëve këtu në Shqipëri. Partia Socialiste numëron 21.305 vota, Partia Demokratike vetëm 10.951 vota. Kur u duken se do të ishin surprizë, nuk janë as pak surprizë. Partitë e reja kanë marrë pak vota në krahasim me 2 partitë e mëdha. Spikat vetëm Nisma Shqipëria bëhet me 3.161 vota dhe Mundësia me 1.176 vota. Partitë e tjera janë nën 1.000 vota. Megjithatë, duhet theksuar se është numëruar këtu në Parkun Olimpik vetëm 1/5 e votave të mbërritura nga diaspora, por një rol kyç ka burgosja e votave nga Greqia, të cilat janë 52.000. Pra, nëse heqim edhe votat nga Greqia, këtu në Parkun Olimpik ngelen vetëm 100.000 vota, pak më shumë, pak më pak për të numëruar. Por sërish procesi numërimit po ecën me ritme të ngadalta, kurse sa i përket ngjyrosjes së artës elektorale nga diaspora, Partia Demokratike fiton vetëm Shkodrën dhe Kuksin, ndërsa 10 qarqe të tjera po dominohen nga Partia Socialiste, ku le ta themi betejë e diasporës kësaj radhe po zhvillohet në qarkun e Lezhës, aty ku Partia Demokratike po fiton me votat e shqiptarëve që jetojnë në Lezhë me një diferencë prej 1.500 votash, por lezhjanët që jetojnë jashtë vendit po votojnë Partinë Socialiste, dhe Partia Socialiste ka një avantazh prej 360 votash. Diferenca në total është 1.140 vota, por kur kujtojmë se në Lezhë është drejt përfundimit dhe nuk pritet ketë ndryshime në diferenca, sa i përket votave diasporës për Lezhën, ngelen edhe 9.000 vota nga 2.800 të cilat janë numëruar, të cilat mund të përmbysin rezultatin nga 4-3 për Partinë Demokratike në 4-3 për Partinë Socialiste. Por nëse Partia Demokratike arrin të ruaj diferencën në raport me
votat e lezhjanëve që jetojnë aktualisht në Lezhë, atëherë mandati 4 do i përkas demokratëve. Ndërsa në 3 qarqe të tjera, ku vota e diasporës pritet të ketë ndikim, janë Tirana, Fieri dhe Vlora, dhe diaspora mund t'i japë një rezultat historik Partisë Socialiste në Tiranë. Partia Socialiste po shtyn fort për mandatin e 20, kur kujtojmë se vetëm 4 vite më parë Partia Socialiste në Tiranë kishte për objektiv mandatin e 18, të cilin diferenca e votave mes Partisë Socialiste e Partisë Demokratike në qarkun e Lezhës, pra 300 vota para Partisë Socialiste nga votat e diasporës, duke se ka shkuar në 360. 360. Pra edhe me 60 vota ka ndryshuar diferenca. Po, ndërsa, si që theksova, diaspora mund të japë një rezultat historik Partisë Socialiste, nëse Partia Socialiste arrin të mbaj të njëjtin trend të votave nga diaspora. Në Vlorë mund të japë mandatin e 9, duke i hequr një mandat Partisë Demokratike çfarë do e çonte në 3, dhe në Fier mund të japë mandatin e 13, që ndoshta askush nuk e kishte parashikuar, askush nuk e kishte parashikuar një rezultat kaq të thellë. Në rast se Partia Socialiste shkon 13 mandate, Partia Demokratike bie në 3 mandate, në vetëm 3 vende të listës së sigurt, duke djegur 2 vendet e tjera. Aktualisht e ka djegur njërin prej tyre, kandidatin Eduard Sharka, por në pikpyetje mbetet edhe deputeti karizmatik i Parlamentit Shqipërisë, Sajmir Koreshi, i cili renditet i 4-ti në listën e sigurt Partisë Demokratike në Fier. Po e sigur që do të kemi në fakt një përballje mes Zegjine Çaushit edhe Gazmend Bardhit në kuvend. Po në fakt, Zegjine Çaushi ka qenë, le ta themi, kandidatja më e spikatur në qarkun e Fierit, çfarë e detyroi edhe Gazmend Bardhin të mos kishte atë, le ta themi, atë euforinë e parlamentit, por ka qëndruar mjaft i fshehur në fushatën e tij në Fier. Unë po kërkoja edhe ndoshta për ndonjë reagim apo denoncim në rrjetet sociale të Gazmend Bardhit, por jo, Gazmend Bardhi ka 2 ditë që është dukur edhe në rrjetet sociale. Dhe të pyesja në fakt për sa i përket reagimet. Do doja që ndalesha në vimësi në këto 2 çështje. Reagimet e fundit që vijnë nga eksponentë politik apo liderët e partive, ato që duken si forca kryesore në këto zgjedhje dhe që kanë përparësi në fakt edhe në numrin e mandateve, por gjithashtu edhe për të ndalur pak më pas edhe për votën e emigrantëve shqiptar në Greqi, për ta kuptuar në fakt të rëndësinë e saj edhe pse ka ndodhur. Qëndrojmë tek reagimet deri më tani. Pra në këtë 13 maj, duke parë rezultatin tashmë përfundimtar në pjesën më të madhe në shumicën e qarqeve të vendit, ka ndonjë deklarat apo ndoshta edhe ndonjë indicje që na vjen nga postimet në rrjetet sociale apo edhe burimet e tua, Andon? Nuk ka asnjë reagim, sepse kushdo pret vetëm reagimin e atij të cilit i peshon më shumë ky rezultat. Kryetarit Partisë Demokratike Sali Berisha ditën e djeshme ka patur një konferencë për shtyp, kur pritej të thoshte shumë çka për këto zgjedhje. Ai thjesht i bëri thirrje numëruesve të mos dorëzohen dhe të vijojnë të numërojnë edhe votën e fundit, qoftë nga votat e brendshme, qoftë edhe nga ato të diasporës. Po vjet re në fakt. Po vjet re një heshtje dhe një, le ta themi, pesimizëm, qoftë tek kandidatët e Partisë Demokratike, qoftë tek simpatizantët, qoftë edhe te numëruesit, të cilët me sa duket duhet të kaloj mëngjesi, duhet të vi paraditja që ata me nga dal të vinë të ulen tavolinat e numërimit edhe të numërojnë votat për Partinë Demokratike. Nuk ka reagime, sigurisht. Unë ditën e djeshme kam rastisur pikërisht Jorida Tabakun te njësia numër 5, por Jorida Tabakun më tepër se sa hallin e Partisë Demokratike ka hallin e vet, për shkak se është në listë të hapur me një konkurrencë mjaft të fortë brenda partisë. Deri më tani Partia Demokratike në Tiranë siguron 14 mandate, por mund të shkojnë 13, çfarë listën e hapur do e linte vetëm dorën e një kandidati nga 37 të cilët garojnë. Pra, edhe të kandidatët për deputet, qoftë listës së hapur,
por e çuditshme është edhe lista e mbyllur në fakt, edhe ata të cilët kanë siguruar mandatin nga projeksionet të cilat kanë dalë bazuar tek rezultati, edhe ata nuk po duken terren. Për shembull Flamur Nokën 11 maj apo 12 maj e pam shumë aktiv, qoftë në Vor, qoftë tek Parku Olimpik. Nuk e shohim askund. Ditën e djeshme ka patur vetëm takim të shkurtër me zotin Sali Berisha, ku duket se ka marrë instruksionet nga kryetari i tij dhe asgjë më shumë. Të gjithë po veprojnë si Sali Berisha pas Sali Berishës. Heshtje. Por edhe sot nuk kemi një njoftim, një agent, apo nëse do të ketë një deklarat, një konferencë kryetari Partisë Demokratike. Dihet vetëm se në emër të Partisë Demokratike për këtë rezultat po flet dhe do të flas vetëm Sali Berisha. Ati, siç e thash, ati të cilit i rëndon më shumë kjo humbje deri më tanishme e Partisë Demokratike, për shkak se në rast se ky rezultat konfirmohet deri në fund, duhet jetë ai i pari i cili duhet të mbaj përgjegjësinë, siç e parashikon edhe statuti i Partisë Demokratike. Në rast humbje të Partisë Demokratike, kryetari dorëhiqet menjëherë. Atëherë Andon, flasim për pikën e dytë, pra për votën e shqiptarëve në Greqi, zarfet nga Greqia që janë të burgosura pasi Partia Demokratike në fakt kërkoi që ato të cilësoheshin të pavlefshme, duke u friksuar pse ky vendim. Çfarë peshë, çfarë rëndësie ka vota e shqiptarëve në Greqi përveç numrit të saj? Ka një peshë në fakt për shkak se ne kemi parë angazhimin e fortë që kanë patur partitë politike, por më parë më lejo të theksoj se edhe mediat të cilat haptazi kanë deklaruar se mbështesin Partinë Demokratike, po pranojnë rezultatin e zgjedhjeve, pra humbjen e Partisë Demokratike, po raportojnë pra vjen indirekt për fitoren e Partisë Socialiste. Po vjen indirekt, pra kemi në televizion shumë të afërt me zotin Berisha, i cili pranon fitoren e Partisë Socialiste, në një lajm të fundit pranon fitoren e Partisë Socialiste në burgun e Durrësit, në fakt aty ku ka disa eksponent të Partisë Socialiste të arrestuar dhe në hetim nga Prokuroria e posaçme antikorrupsion, por këto janë shenjat e para të cilat tregojnë se tregojnë se Partia Demokratike po e pranon. Po edhe ditën e djeshme, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha e ka njohur deri diku le ta themi rezultatin e zgjedhjeve për shkak se i bëri thirrje numëruesve të mos dorëzohen, me sa duket zoti Berisha i ka shpresat e një mrekulli, të një përmbysje në fund, por e cila duket shumë vështirë të ndodhi nga trendi që ka patur prej kutisë së parë të hapur qoftë në Tiranë, qoftë dhe në Shqipëri. Të parat ishin Vora dhe Njësia numër 10, të cilat ishin votim dhe numërim elektronik, të cilat dhanë mesazhin e qartë për fitoren e thellë të Partisë Socialiste, jo vetëm në këtë bashki dhe në këtë njësi bashkiake, por në gjithë Shqipërinë, por të rikthehemi edhe njëherë tek votat e Greqisë, pse votat e Greqisë janë shumë të rëndësishme. Kujtojmë këtu se Partia Socialiste ka nisur shumë më herët angazhimin për votën e diasporës. Kujtoj këtu, në mos gaboj, një vit më parë, kryesocialisti Edi Rama ka qenë në Greqi për një miting elektoral me pjesëmarrje të madhe të emigrantëve shqiptar aty, dhe nga aty u dhanë edhe indicjet për një angazhim të fortë për votën e diasporës, për realizimin e votës së diasporës, por edhe për kërkesën e palëve politike për mbështetje me votë. Po, është e vërtet, palët politike arritën të realizonin votën e diasporës, por angazhimi ka filluar përpara kësaj. Dhe Partia Socialiste ka qenë një hap më parë, një hap para Partisë Demokratike, por edhe partive të reja, kemi parë një angazhim shumë të fortë. Ditët e fundit përpara por duhet theksuar edhe se Greqia ishte një vend shumë problematik me votën e diasporës. Kujtojmë këtu se edhe kompania postare DL aty ka patur
çrregullime, më pas ndryshe nga çdo vend tjetër, zarfet të cilat më rinin nga Greqia ishin shumë më të pakta se ato nga Italia, Shtetet e Bashkuara, nga Gjermania, aty ku janë regjistruar më shumë emigrant shqiptar për të votuar. Greqia kishte numrin e dytë pas Italisë për regjistrime, kishte 68.000, në Shqipëri kanë mbërritur 52.000 vota, por sërish mbetet në vendin e dytë sa i përket votave të cilat do t'japin edhe verdiktin nga diaspora, është 1/4 e votave diasporës në total, por ka qenë një vend problematik dhe këtu nisën edhe ankesat e dyja palëve politike, Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, por në gjendjen që jemi tani aktualisht, është për shkak të një kërkese të Partisë Demokratike e cila kërkoi kyçjen, veçimin dhe mosnumërimin e votave të Greqisë për shkak se është kërkuar një audit ndërkombëtar për thasët me vota të mëritura nga Greqia. Partia Demokratike ka patur akuza për manipulime, çrregullime, qoftë ndaj kompanisë postare, DL, qoftë ndaj nënkontraktorëve, qoftë edhe ndaj Partisë Socialiste. Kurse Partia Socialiste ka qenë i deleguari politik Tauland Balla, i cili ditët e fundit përpara zgjedhjeve të 11 majit ka qenë i stacionuar vetëm në Greqi për të inkurajuar qytetarët që të tërheqin zarfin pranë pranë zyrave postare të DL-s për të votuar dhe për t'i çuar menjëherë pranë postave. Këtë e ka pranuar edhe kryesocialisti Edi Rama. Të falenderoj shumë Andon për të gjithë raportimin. Të falenderoj për raportimin edhe për shtjellimin e të gjithë situatës për ta kuptuar në fakt edhe burgosjen e votës e emigrantëve shqiptar.